Cili është raporti që keni me Fanolin? Po, padyshim Fanoli mbetet një nga njerëzit më të drejtur të kishës tek ne. Kontributi i tij është i jashtëzakonshëm. Vetëm të shikosh përkthimet që ka bërë ai për kishën, i vetëm, pa pasur një terminologji të përcaktuar fetare, duke hecur në ca shtigje të panjohura dhe ka bërë gjithë atë punë, shpeshherë është e pabesueshme. Perëndia kishte pajisur me talente të jashtëzakonshme, dhe do t'rregoj diçka të veçantë për kur isha në Amerikë së bashku me atë Artur Liolinin, punuam ca kohë për të sistemuar bibliotekën e Fanolit. Dhe aty gjeta disa shkrime të tij që kishte shkruar. Dhe po lexonim së bashku. E para ishte thonte kështu: kisha, thot, mbeti për mua gjithmonë dashuria ime e parë. Dhe në një tjetër thonte këto: nëse kryevepra ime në fushën politike, diplomatike ka qenë pranimi i Shqipërisë në lidhjen e kombeve, në fushën letrare ka qenë Kremtoria. Kremtoria është një libër që përmbledh gjithë këngët, troparet, psalmet e shërbesës vjetore. Edhe është një libër shumë i vështirë për të përkthyer. Kur ai thot këto fjalë, tregon ai e ka përkthyer nga greqishtja. E vjetër. Dhe përkthimi i tij është i papërsëritshëm. Ai njifte greqishtën. Po njifte. Është i papërsëritshëm. Edhe sot për shkak që ndoshta jemi munduar shpeshherë për të përkthyer ca tjera, nuk kanë atë fuqinë e fjalës që ka Fanoli, sepse kishte edhe dellin poetik. Ja kishte dhënë zoti. Njifte mirë muzikën dhe ishte i dashuruar me muzikën kishtare. Gjithmonë Fanoli mbetet një nga figurat qendrore, jo vetëm përkthyesi më i madh në kishën ortodokse, po një nga figurat qendrore, që dha një kontribut jashtëzakonshëm në ndërgjegjësimin kombëtar, në pajisjen e kishës, me tekste, që në një farë forme përgatiti dhe rrugën për autokefalinë e kishës sonë.